E pra të nderuar miqtë e mi të kanalit Monitor TV, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin, për të ndarë me ju ngjarjet edhe lajmet më të fundit. Do të ndaloj të flas për Gjestin, për të preferuarin tuaj, për atë djalin që na ka dhënë energji të jashtëzakonshme me muaj të tërë, që na ka dhënë dashuri të madhe me muaj të tërë, që na ka dhënë pozitivitet me muaj të tërë, dhe do të flas për një vëlla, për një mikun e tij, DJ Gimbon, i cili edhe në ditët që Gjesti është në ditët më të vështira të jetës së tij, një një moment që nuk e priste askush, një moment që ndryshoi komplet rjetin të jetës së Gjestit, DJ Gimbo nuk ndalon së suportuari, së dashuri, së mbështeturi vëllaun e tij, në këtë rast Gjestin. Së fundmi, pas një qetësie njëkohësisht të respektueshme nga ana e DJ Gimbos për vëllan e vet, sepse unë do t'i them që vëlla e ka DJ Gimbo Gjestin, DJ Gimbo u ndaloi së vepruari në profesionin e tij. Por me pa tjetër që jeta do të vazhdon ashtu siç Zoti e ka shkruar jetën, natën e mbrëmshme DJ Gimbo ka performuar në një klub shqiptar. Ajo që mua më ra në sy, dhe ajo që mua më ra në vesh, do me thënë pa marrë parasysh që ishte një ambient i stër mbushur me shqiptar, ishte një ambient i mbi populluar, do me thënë në diskotekën ku DJ Gimbo performonte. Ajo që ishte e bukura në atë mes, ishte që DJ Gimbo në asnjë mënyrë nuk anashkaloi pa i dhuruar publikut emocion dhe pa lëshuar këngët e mikut të shokut të tij të dashur Gjestit. Do me thënë, i dhuroi dashuri të papar publikut dhe riktheu energjinë që i mungonte publikut me muaj të tërë. Cili është shoku më i besueshëm në këtë ditë dhe çfarë shembulli ne duhet të marrim nga Gjesti, nga ky djali i cili në jetën e tij rrëfeu një dhimbje të madhe, rrëfeu që luftoi shumë për ëndrrën e vet, rrëfeu që shkoi der më der duke trokitur për të ndjekur ëndrrën dhe askush nuk e besoi, askush nuk ja hapi dyert, askush nuk e dëgjoi, askush nuk i tha që ti mundesh, ti din, ti je i Zoti, por do të thënë të gjithë munduan që ta injorojnë, të gjithë munduan që ta shtypin me këmbë dhe askush nuk e mbështeti. Dhe kur Big Brother i dha mundësinë, Gjesti nuk e haroi njeriun e vetëm që i qëndroi pranë, nuk e haroi DJ Gimbon, vëllan e vet të shpirtit, të zemrës, të jetës. Dhe kjo është në fakt një dhuratë e bukur që ne marrim në jetë nga njerëzit të cilët të vërtet din të dhurojnë pozitivitet dhe dashuri. DJ Gimbo natën e mbrëmshme nuk e haroi Gjestin, i kujtoi këngët me Gjestin, i kujtoi momentet me Gjestin dhe i dha publikut një adrenalin të bukur. Fansat e Gjestit e suportuan, e mbështetën dhe i qëndruan pranë, dhe ndoshta me këto këngë që vazhdojnë të klikohen, që vazhdojnë të mbeten hite, janë dhurata që Gjesti do të na visë së shpejti në skenë dhe do të na sjell adrenalin. Do me thënë, miku i tij i përbetuar, shoku i tij i përbetuar nuk e haroi. Unë dua t'i çoj një mesazh Gjestit, në momentin që ti mendon se ti ke mbetur i vetëm dhe zemra jote është thyer, jo, ti ke dashurinë sot të gjithë shqiptarëve, ti ke dashurinë e një miku të përbetuar dhe një vllau tënd në jetë siç është DJ Gimbo, i cili për asnjë lloj, do me thënë, qindarke nuk e shet edhe nuk e ul vlerën tënde. Unë dua ta komplimentoj dhe dua t'i uroj shumë suksese, por njëkohësisht edhe t'i them të lumt për vlerën njerëzore DJ Gimbo që e duke e bërë. Ne do takohemi sërish së bashku, vazhdoni me subscribe në kanalin Monitor TV.